Përshëndetje të nderuar miq të Infodes mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do t'ju lëm të njohim titujt kryesorë që kanë karakterizuar ditën e sotme, duke nisur me takimet të cilët kanë mbajtur kryetari i Kuvendit të Kosovës zoti Greu Konjusa me partitë politike në vend. Pashtu ka pasur zhvillimi edhe në Shqipëri, ku atje po qëndron Kallaci, e cila dha porosi edhe për Kosovën. Për këto edhe më shumë detaje, fillimisht do të ndjekim bllokun e lajmeve për të kthyer me mysafirët në studio. Koalicioni organizatave jo qeveritare i përbën nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Lëvizja Fol dhe Iniciativa për Progres kanë shënuar ditën e kushtetutës, duke theksuar rëndësinë e këtij akti themeltar për shtetin. Në këtë ngjarje është ndarë gjithashtu një mirënjohje për ish-kryetaren e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, Gresa Çakanimani, për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në forcimin e sistemit gjyqësor dhe në realizimin e ditës së kushtetues. Kjo ditë nuk është thjesht për kujtim i një akti formal. Është një reflektim mbi themelet e shtetësisë tonë. Një reflektim i përkushtimit tonë për demokraci, drejtësi dhe drejta të njerëzit, si dhe një falënderim ndaj shteteve mike të Kosovës për kontributin në ndërtimin e një shteti demokratik, të drejtë dhe të barabartë për gjithë qytetarët e vet. Për një shtet të ri si Kosova, që ka kalu në për histori të vështirë dhe në sakrificat nda, kushtetuta përfaqëson një pikë these, një angazhim për të ndërtuar një shtet demokratik dhe funksional. Por në zemër të këtij angazhimi qëndron demokracia. Dita e kushtetutës nuk është veç një përvjetor që e shënojmë një herë në vetë. Është një përgjegjësi e përditshme. Është një thirrje për të shërbyer vendit tonë me nder, për të mos toleruar padrejtësitë dhe për të kontribuar secili në fushën e vet për një Kosovë më të drejtë. Zëvendës shefja ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Pratipati, lavdoi gjykatën kushtetuese për ndikimin e saj të jashtëzakonshëm në zhvillim ligjor të Kosovës, duke përmendur një sondazh që tregon se 78% e qytetarëve besojnë në pavarësinë dhe paanshmërinë e saj. Shefi i zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë shprehu mirënjohje për përpjekjen e institucioneve kosovare në avancimin e shtyllave të qeverisjes demokratike. Ai vlerësoi Kushtetutën e Kosovës si një dokument që garanton të drejtat e njeriut dhe integrimin e standardeve evropiane në kuadrin ligjor të shtetit. Sipas tij, një nga arritjet kyçe në këtë drejtim ka qenë përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit në menaxhimin e lëndëve. Në anën tjetër, ish-kryetaria e Gjykatës Kushtetuese Gresa Çakanimani, e cila mori mirënjohjen, e vlerësoi atë si një shenjë kujtimi për punën e saj dhe për kushtimin ndaj shtetit. Ai theksoi se kjo mirënjohje reflekton arritjen e Gjykatës Kushtetuese të arritura të Kosovës dhe punën e madhe që ende ka përpara. Do e mbaj si shenjë kujtimi të një pune të palodhshme me shumë dashuri, bindje të thellë dhe për kushtim dhe për të cilën tashmë më ka marrë edhe malli. Por mbi të gjitha do e mbaj si shenjë kujtimi të nderit dhe privilegjit që kam patur për t'i shërbyer shtetit tim si gjyqtare dhe kryetare e Gjykatës Kushtetuese. Kemi rritur bashkëpunimin, vizibilitetin dhe vlerësimin e respektin e gjykatës në kuadër të forumeve ndërkombëtare të drejtësisë kushtetuese, duke e përfaqësuar Republikën tonë me profesionalizëm dhe dignitet. Bashkë kemi rezistuar, bashkë kemi kaluar çdo sfidë, kemi festuar çdo të arritur, andaj sot bashkë ndajmë këtë mirënjohje, që reflekton të arriturat e gjykatës, të arriturat e Kosovës, por edhe punën e madhe që kemi përpara. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua me 9 prill të vitit 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor të po atij viti. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themeltare të gjithë qytetarëve të vendit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se nuk janë ftuar në takim konsultativ nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Nuk i shkojmë në takim, tha Haradinaj, të martën me 8 prill. Sipas Haradinajt, ata që mbështesin qeverisjen e Kurtit bëjnë një dëm të madh për vendin. Gjatë ditës së hënë u bë ditur se Kurti ka ftuar për takim kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiko, para mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Në LDK thanë se Abdigjiko do të shqyrtojë këtë ftesë dhe më pas
as do t'i përgjigjen kurtit. Ndërkaq Haradinaj tha se opozita duhet të qëndrojë bashkë dhe t'i jap vendit ndryshimin e pritur. Kurti e din që nuk ka takim me ne, nuk na ka ftu, nuk i shkojmë, ajo dihet. Kryetari AK-s tha se votuesit nuk i kanë dhënë besimin e plot kurtit. Ende po punojmë për qeverinë e opozitës, të gjitha subjekte politike, pjesëmarrëse, do ta kenë hapësirën e vet, në këtë rast edhe Limaj edhe Nisma. Mendojmë se ja kemi bërë qytetarëve të vendit, se ne ua kemi kërku votën për ndryshim, pra mendoj se duhet të qëndrojmë bashkë, e t'i japim vendit ndryshimin e pritur. Dihet që votuesit e Kosovës, pra nuk i dhanë besimin e plot ose si përpara kurtit. Ai ka dhe deputet ma pak, duhet ta lexojmë këtë poroshi të votuesve të gjithë. Ka thonë ndryshe, çdo veprim tjetër është i dëmshëm për Kosovën. Pra kushdo që mbështet vazhdimin e kurtit, qeverisë kurti, është i dëmshëm për Kosovën, është i dëmshëm për proceset që të ndodhemi. Sipas rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit, asnjë parti nuk mund ta formojë e vet me qeverinë. Një pjesë e njerëzve në Kosovë po jetojnë të mbyllur dhe nuk po i përcjellin proceset që të ndodhin nëpër botë. Mjafton qytetarët e Kosovës veç me rikthy vëmendjen te vizita e djalit të Trump me Vučićin edhe te biseda që ndodhi. Pra ne jemi të humbë terren me shpejtësi të madhe, që është rrezik për të ardhmen tonë, edhe këta falë kurtit. Kurtit edhe unë e quaj mashtruesit, është një marrë e madhe, e një dëm i madh për vendin kushdo që mbështet qeverisën kurtit. Sipas Haradinajt, askush nuk duhet ta mbështesë një qeveri kurti 3. Ndërkaq sa i përket komunitetit serb, sipas rezultateve të certifikuara nga KQZ, një ulse ka fituar politikani serb dhe ministri në detyrë në qeverinë kurti 2. Nenad Rashić dhe 9 ulse do t'i takojnë listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila financohet nga Beogradi. Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njufca ka thënë se kanë të pamundshme të formojnë qeverinë e re për koalicion qeverisës. Ai tha se qëllimi i LVV-s ishte të formonte qeverinë vetëm, mirë po rezultati i zgjedhjeve të nënshkurtit e determinon nevojën për koalicion, andaj edhe ju ka drejtuar me ftesë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përkundër që LVV ka përdorur gjuhë të ashpër politike në fushatën zgjedhore karshi partive të tjera, Konjufca tha se politika nuk bëhet mbi dashurinë dhe urrejtjen, por mbi interesat. Vetëvendosja i ka pas pozicionin shumë transparent gjatë zgjedhjeve. Ne gjatë zgjedhjeve kemi thënë, synimi ynë bazik. Nuk kemi thënë ne synimi ynë bazik është që të hyjmë me lidhjen demokratike. Votonani se ne do të hyjmë me lidhjen demokratike, apo se do të hyjmë me aleancën, apo se do të hyjmë me Partinë Demokratike. Na kemi qenë transparent. Qëllimi ynë ka qenë me vazhdu një qeverisje si që kemi, mundësisht pa parti tjera opozitore. Dhe pastaj ti e merr rezultatin e zgjedhjeve edhe e sheh që nuk e mujt me arrit atë qëllim. Kjo është demokracia. Ke pasti qëllim, nuk e mujt me arrit atë qëllim. Dhe pastaj e modifikon rrugën. Nuk është kur fare, nuk është mëkat kjo në demokraci. Ty e vendos një qëllim, e kemi pas qëllimin 500.000 vota, nuk i kemi arrit ato, tash o skenar tjetër, o skenar B. E ti po më pyet pse çka është kjo që në skenarin B ja ke drejtu një letër një parti opozitore. Është rasti më normal i mundshëm që unë e di në demokraci. Po ne nuk është që diçka po shon ai kontradikt. Se na prej fillimit kemi thënë, qëllimi është ta bëjmë vetëm qeverinë. A është e mundshme kjo? Mu nuk po më duket e mundshme. Ndërsa ka folur për letrën dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës për konsulta para konstituimit të kuvendit dhe për procesin e formimit të qeverisë, Konjufca ka thënë se do të përdoret gjuhë e bashkëpunimit dhe e partneritetit. Për këtë letrës, mos ju mbetem borxh, letra me sa kam njohuri unë i është drejtuar nga ana e kryeministrit vetëm Lidhjes Demokratike të Kosovës, kurse gjuhën që do ta përdorim gjithmonë do të jetë një gjuhë e bashkëpunimit, e partneritetit. Në fundit të gjithë zgjohemi një mëngjes, e shohim cili është rezultati i zgjedhjeve, edhe e kuptojmë që politika nuk ndërtohet mbi
urrejtjen dhe dashurin, nuk është as urrejtja as dashuri politika. Politika është me i kuptu interesat, po interesat cilat i përfaqësojmë nuk janë tonat personale, janë të Republikës Kosovës. Ne interesat kemi dalë këtu, ne i përfaqësojmë interesat e Kosovës. E kur jemi të interesat e shtetit, interesat e Republikës, nuk ka asgjë për i shprehjeve që i përdore te. Këtu është vetëm bashkëpunimi, është përpjekja për me të çu Kosovën përpara, së bashku, sepse veç e veç nuk kemi mundësi. Dhe demokracia e politika e kërkon pikërisht këtë, që duke u bërë bashk, të lidhen forcat dhe të vi deri te një doktrinë për bashkët e përfaqësimit të interesave të tona shtetërore. Konjovca bëri të ditur 2 skenar që sipas tij janë për formimin e qeverisë së ardhshme. Ai tha se skenari i parë është i një qeverisje të shkurtër që qeverisë deri në zgjedhjen e presidentit, ose një që është e aftë të zgjedhë edhe presidentin e ardhshëm. I pyetur nëse është e gatshme LVV të negociojë me LDK për postin e kryeministrit, ai tha se LVV është deri në atë pikë, por jo edhe në atë pikë. Ai tha se deklarata pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë të dielën është bazuar në informatë saktë institucioneve të sigurisë. Megjithatë, ai nuk bëri të ditur emrat e deputetëve nga komunitetet jo serbe. Asnjëri prej krerëve të shtetit, kur bën konstatime të tilla, nuk janë ato për shkak të mendimeve personale, për shkak të spekulimeve, apo për shkak të shprehjes së një dëshire, apo këto ndodhin vetëm kur ne bazohemi në informata 100% të sakta të institucioneve tona shtetërore, të sigurisë dhe të inteligjencës. Këtë do ta keni parasysh. Kryeministri nuk fol në hava dhe në ajër ashtu. Kryeministri fol vetëm i bazuar në, e këtë po a them unë, pra është e bazuar në informacione të sakta. Këto komente Konjovca, i cili është edhe kryetar në detyri i kuvendit, i dha pas takimit konstituiv të martën me përfaqësuesit e partive politike për përgatitjen e seancës konstituive të kuvendit me 15 prill. Një rast i rënd i dhunimit dyshohet se ka ndodhur kohëve të fundit në kryeqytet. 58 vjeçari quajtur JPG është arrestuar në Prishtinë në ndyshimin se i njëjti e ka dhunuar disa herë për një periudhë kohore rreth 1 viti një vajzë 14 vjeçare. Lidhur me rastin, detaje ka dhënë edhe prokuroria e Prishtinës. Në deklaratë thuhet se ka nisur hetimet për të dyshuarin JPG. Ju njoftojmë se prokurori kujdestar për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale dhunimi kundër të pandehurit JPG ka filluar hetimin pasi që viktima e mitur është abuzuar seksualisht nga i pandehuri JPG, i cili kishte dhunuar disa herë për një periudhë kohore rreth 1 viti, thuhet në përgjigjen e prokurorisë. Mëtej bëhet e ditur se prokurori i çështjes ka parashtruar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, ndërkaq e mitura është dërguar në ekzaminim ginekologjik. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, gjatë vizitës së saj në Shqipëri, tha se nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plotë të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kaja Kallas këto komente i bëri gjatë konferencës për media së bashku me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Mendoi se ajo që është e rëndësishme është që në lidhjen mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plotë të marrëdhënies në mes të këtyre dy vendeve. Dhe sigurisht që unë më pas do të shkoj në Bosnjë dhe Hercegovinë sot pasdite dhe do të takohem me të gjitha palët atje në mënyrë që qetësohet situata, tha ajo. Gjatë konferencës së përbashkët për media me kryeministrin Edi Rama, Kallas u shpreh se Bashkimi Evropian mbështet rrugën e Shqipërisë drejt BE-s. Ajo që dëshiroj të them është që nuk ka ndonjë çark të shtruar apo për të arritur në antarësimin e BE-s me reforma. Ju keni mbështetjen tonë të plotë i përket çeljes së grup kapitujve të tjerë. E ardhmja e Shqipërisë është në BE. Unë me kënaqësi kam parë edhe nënshkrimin e 90 milion euro në Bankën Evropiane për rindërtimin e hekurudhave, që do të lidh portin e Durrësit me Rogozhinën, pjesë e korridorit të 8, tha ajo.
Arthur Garfer, general i KFOR-it, u nderua të martën me çmimin qytetar nderi i komunës së Deçanit nga kryetari i kësaj komune, Bashkim Ramosaj. Amerikani u nderua për kontributin e tij të dhënë gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe në vazhdimsi. Kryetari i Deçanit, Bashkim Ramosaj, tha se vendi ka nevojë për mbështetjen e aleatit më të rëndësishëm, SBA-n. I pranishëm ishte edhe kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj. Haradinaj shtoi se Deçani dhe tër Kosova është familja e dytë e të gjithë amerikanëve. Pasi u nderua generali amerikan, u shpreh se SBA dhe Kosova ka një partneritet të fortë dhe të gjatë për të promovuar paqen dhe demokracinë në rajon. Ai gjithashtu la një mesazh për qytetarët e vendit, duke theksuar se në të kaluarën duhet të lëm pas dhe fokusi të jetë në ndërtimin e vendit, që Kosova të vazhdojë të jetë një antare e rëndësishme e komunitetit ndërkombëtar, sepse siç tha ai, aty e ka vendin Kosova. Në fund, generali amerikan u nderua edhe nga Haradinaj me dekoratën Besim në Zot, atë dhe shtet për shërbim. Në lidhje me mua direkte është vazhdim Syla nga VLUCK, i cili do të njoftojë rreth arsyes për mos pjesëmarrjen e tyre në ditën e shërbimit të organizuar nga qeveria e Kosovës. Zotëri Syla, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodez. Faleminderit juve. Në fillim paralajmëruam që ju nuk dëshironi që të merrni pjesë në ditën e çlirimit organizuar nga qeveria e vendit. Pse erdhi deri te ky bojkoti i këtij organizimi? Siç e dini, do thotë dikun prantën në adresën tonë elektronike zyrtare të organizuar veteranëve të luftës ka një ftesë për të bërë pjesë e një këshilli organizativ që pas ka themeluar qeveria për shënimin e datës së çlirimit së bashku me ta. Ne kemi thonë jo kësaj ftese. Nuk është kjo hera parë që i themi jo pjesëmarrës në këto këshilla organizues, po edhe në agjenda tjera shtetërore kur ka manifestime të tilla për shkak se na edhe ne po pe në UÇK-s. Po kemi pas që ju keni thënë jo edhe për OPP në UÇK-s. Pra pse gjithë ky bojkoti i qeverisë së vendit? Nuk është bojkot. Mos pjesëmarrja jonë në këto këshilla organizues është shaj proteste, do të thotë, mi bo me dije kësaj qeverisë nëse kjo vazhdon me pas këtë qasje, prej që ka në pushtet, në fakt e po këtë qasje ndaj kategorive dalën nga lufta UÇK-s, edhe na vlerësojmë që mos mu bashkangjit në asnjë ngjarje me ta. Pra ju thoni se nuk keni pasur asnjë përkraje nga qeveria e vendit gjithë kohën sa ishte në pushtet. Pra, pse ka shti qeverinë e vendit që të mos ketë mbështetje juve, ashtu si që ka ndodhur në qeveritë e kaluara? Për që di vetë një qeveri që nuk ka kthy kokën nga shoqëllat e dalën nga lufta, është qeveria Kurti, prej që ky ministër ka ardhur në krye të vendit. Asnjëherë nuk na ka trajtuar, asnjëherë nuk na ka përfill kërkesat tona, edhe pse ne i kemi bërë ato kërkesa. Ju kujtohet edhe kur lëvizja vendosje partia që ndodhej së Kurti së bashku me listën serbe, në atë kohë mbledhën votat dhe votuan me lënë jashtë pensionet e veteranit jashtë pagës minimale në Kosovë. Ajo ka qenë njëra prej arsyeve, shumë arsye tjera, trajtimi i invalidëve, që nuk i ka trajtuar asnjëherë mirë, jo ka vanuar mjetët, prandrimin e protezave, shumë arsye tjera, ofendime, fyrje nga akterët e kësaj qeverie, po nga vetë zoti Kurti, derisa na ka detyruar me dalë në rrugë, është qeveria e parë që na ka detyruar me dalë në rrugë ne si veteranë protestuar për drejtat tona, edhe shumë arsye tjera na kanë bërë që na mos me marrë pjesë në këtë ngjarje në qeverinë Kurti. A pritni që nga qeveria ardhshme, e cila është gati thjesht të formohet, që të keni përkraje dhe mos të jetë ky statusi juaj siç është tani? Në fakt, cila do qeveri që vjen tjetër pa kryeministrin Kurti, ne besojmë që ka me reflektuar dhe ka me na trajtuar me dignitet, sepse të gjitha qeveritë pas luftës na kanë trajtuar. Me as sa kanë pas mundësi dhe vullnet, s'paku kena pas një komunikim mirëfill me ta, por nëse arrijmë prapë, që shpresojmë që mos të arrijnë zoti Kurti me bërë qeverinë, prej zoti Kurti nuk presim diçka më mirë, kjo qasje është e kahmoshme ti dhe qeverisë ti dhe njerëzve rreth vetit. Ne mendojmë që prapë po me vazhdu me avazin e vjetër, po ne jemi duke prit derisa të krijohen institucionet e reja. Jemi gati me dërgu disa kërkesa tona në formë zyrtare të krerjet e institucioneve shtetit tonë.
edhe të shohim nëse ata do reflektojnë ose do të përgjigjen pozitivisht me na trajtu ashtu siç e meritojmë. Do të fillojmë një bashkëpunim me qeverinë e re. Përndryshe, nëse jo, ne do detyrohemi që me marrë masat tona, pse jo ndoshta me protestu në forma tjera. Jo si kjo forma e protestës që mos më bashkangjit në këtë ngjarje, por ndoshta edhe me provu me dalë edhe në rrugë, pse jo me kërku drejtat tona, me na trajtu me dignitet. Zoti Sylla, më falenderoj shumë për kohën që gjetet jesh pjesë e Infodesë dhe të ndash të gjitha informacionet që kanë të bëjë me UVL-UÇK. Faleminderit juve, punë mbarë. Në lidhje direkte me mua është kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës, zoti Jusuf Azemi, me të cilin do diskutojmë lidhur me gjendjet e punëtorëve në sektorin privat. Zoti Azemi, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesë. Më ndetë qofshi dhe të respektin për ju dhe shqyqot të juj. Zotri Azemi, ne pam se u përballa me një vdekje këtë fundjavë në Veternik, ku një punëtor humbi jetën si shkak e rrëshitjes së dhejut i cili ndodhi atje. Si e keni pa juve gjithë këtë çështje, pra si është gjendja në sektorin privat të punëtorëve, të cilët punojnë thuajse në kushte jo të mira? Normal që gjendja në rend të parë, siguria dhe shëndetin punë, e cila është për secilin punëtor është vitaliteti i punëtorit. Kjo është një gjendje jashtëzakonisht shumë të rëndë, po themi kështu shumë të shtuese, pasi që kemi dhënë informacione që edhe janë të sakta që në vitin 2025, domethënë deri në ditën kur po raportojmë, kemi 8 jetra të humbura të punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, e cila është 4 fish më e madhe se sa në vendet që janë në rajon. Është më e rëndë është ajo kur ne si, po themi si shoqëri në tërësi, edhe përkundër asaj që po kemi një numër kaq të madh të njerëzve që po humbin jetën, nuk kemi duke marrë në mënyrë aktive ose në mënyrë serioze me këtë çështje, vetëm ajo me të cilën po merremi më shumë të si shoqëri është në 2-3 ditë pas ceremonisë varrimit dhe pasaj gjithçka përfundon këtu. Me çka ju dini që ne me një periudhë bukur gjatë kemi njoftuar edhe qeverinë e Kosovës dhe institucionet përkatëse që edhe pas këtyre rasteve shteti ka obligim që të menaxhoj, po them në farë forme këtë situatë çfarë kemi edhe këtyre familjeve për që mos spakut aspektin financiar të mos ta kenë të ngarkuar mbi supe, por si mas dita gjasa po shihet kjo që qeveria jonë është e interesuar që nga ne të thithë, po themi fuqinë punëtore, të thithë ato mjetet, kontributet që japim, por në asnjë rast të ofrojë diçka sa i përket çështjes sigurisë dhe shëndetit në punë, me çka edhe këto raste po dërgojnë që jemi shumë larg asaj çka duhet pritet. Përmendet edhe familje të punëtorëve të cilët humbin jetën, pra shumica prej tyre janë në kushte jo të mira ekonomike, mirë po nuk vazhdojnë të kenë përkraje as nga vendi punës ku i ndjeri ishte duke punuar, por as nga qeveria e vendit. Realisht pjesa dërmuese e këtyre punëtorëve që humbin jetën janë punëtorët familjeve të rënda ekonomike, sepse askush nuk do ta rrezikonte jetën për shkak që po them financiare për pa pas një gjendje shumë të rëndë. Nuk po duhet ta ngarkoj opinionin, por megjithatë më duhet ta them këtë se mbi 90% të raste janë familjar të atyre të cilën në moment kur ju ndërpritet paga këtyre punëtorëve, familja mbetet pothuajse me duhur kryq. Në rast konkret, në këtë rast tani një familje prej 6 anëtarëve ka mbetë me një mbështetje financiare vetëm nga një pension i një babës të këtij të ndjerit, i cili vërtet asaj fizikisht nuk ishte mirë dhe mund dihet se çka mund të ndodhë, çka mund të bëjmë një familje me 120 euro prej 6 anëtarëve. Dhe realisht po themi tash përkundër shumë thirrjeve, institucionet tona nuk janë duke i kushtuar kujdes as pak këtyre gjendjeve, me çka po themi është diçka shumë e rëndë trishtuese kur vdes punëtori, por edhe më trishtuese është kur kjo familje faktikisht mbetet në mëshirën e askujt. Ne pam një ripostim tuaj që ishte një punëtor duke i rrezikuar pra jetën në vendin e tij të punës. Sa atërisht është të sheh shumë punëtorë që vazhdojnë të punojnë në kushte jo të mira të punës, pra. Shqoni, ne
ka punëtor që ndoshta punon me vite tona dhe nuk bien në sy, sepse është në periferitë të qyteteve dhe po megjithatë domthon ky postim që është bërë, si kjo foto që është bërë pikërisht në qendër të Prishtinës, dhe kjo të bën me dije që edhe aty ku janë frekventojnë gjitha institucionet tona shtetënore, bëhet një gjë si tillë, çka më të vërtetë është në shne. Unë pyes shpeshherë institucionet tona përkatëse edhe Ministria e Punës dhe Transfereve dhe Inspektorati i Punës atue, për çka marrin pagat e tyre atu vetëm për shkuar në zyret e tyre dhe të bajnë, po themi kështu, një farë sepaluku, apo paguan që këtë gjendje të këtyre punëtorëve ta përcjell dikush, sepse është mëkat. Unë jam shumë i bindur që si me inspektorat, si pa inspektorat, në këtë formën që janë këta duke e përcjell, ndoshta edhe po mund të kishin qenë parë, ndoshta do ta kishin bërë njëjtin numër të këtyre rasteve të humbjes të jetës punëtorëve. Zotëri Azemi, unë falenderoj shumë që gjete kohë që sërish jesh pjesë e Infodesë dhe të na japësh të gjitha këto detaj që kanë të bëjmë me gjendjen e punëtorëve në sektorin privat. Gjithë mirat. E neve do të vazhdojmë intervistën e radhës ku i ftuar do të jetë ish ambasadori kosovar zotëri Gjergj Dedaj. Me mua në studio është një aktivist politik, ish ambasador Gjergj Dedaj, i cili do të na flasë më shumë rreth politikave të kaluara në vend, rreth ambasadës ku ai ka drejtuar, po ashtu edhe për gjendjen aktuale politike. Pse jo, zoti Dedaj? Faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodesë. Me kënaqësi, ju falenderoj për ftesën. Me thonë drejtën, unë kam pas edhe fatin edhe privilegjin që t'jam pjesë e politikës që nga vitet e 90-ta, në në kohën kur janë vu themelet politike të shtetit Kosovës, pastaj gjatë lufte, kam qenë edhe rëmbuje, kam qenë edhe nënkryetari i Parlamentit të Kosovës gjatë lufte, edhe në periudhën e pas luftës kam qenë pjesë politikës, pra nuk ka ngjarje historike që lidhet me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës këto 3 dekada që s'kam qenë pjesëmarrës dhe s'kam qenë afër saj dhe s'kam bashkëjetu edhe bashkëvepru me gjitha zhvillimet historike për lirinë e Kosovës. Zoti Dedaj, ju njihni edhe si themelues i lidhjes demokratike të Kosovës, pra prej të parëve ku është themeluar lidhja demokratike e Kosovës. Na këtë Kosova atëherë ka qenë një mënyrë nënshkrues për me themelu një lëvizje pluraliste, domon siç ka qenë, domon lëvizje politike, lidhja demokratike, mirë, por në vitin 91 unë kam themelu Partinë Liberale të Kosovës, kam qenë edhe lider i saj për 25 vite, një parti e cila fatkeqësisht para lufte edhe gjatë lufte ka qenë e vetmja parti politike e Kosovës e antarësuar në institucionet e Bashkimit Evropian, siç është Alianca Liberal-Demokratike e Evropës me seli në Bruxelles dhe Internacionale Liberale me seli në Londër. Një mandat kam qenë nënkryetar 100 partive liberale të botës, që është Liberal International me seli pra në Londër, dhe më thonë se partitë liberale të Evropës dhe të botës kanë qenë mbështetësit më të fuqishmet, domethënë për ndërhyrjen e NATO-s dhe për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Nuk du me përmend me emra, po janë njerëz kryesor. Edhe sot, aktualisht, e kije po ashtu liberal-demokrat ndër më të fuqishmet në Evropë, sepse edhe Kaja Kallas vjen nga familja liberale e vendit të saj, ka qenë ish kryeministre, tash edhe sekretari i NATO-s Mark Rutte ka qenë ish kryeminist i Hollandës, edhe ka qenë ish kryetari i liberalëve të Hollandës, domethënë i kam kolegë, kështu që liberal-demokratët në Evropë dhe në botë kanë luajtur rolin kryesor, domethënë dominant për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ndërsa në Kosovë, me fol për liberal-demokracinë, para lufte dhe në režimin e Miloševićit, ka qenë ma shumë se një avanturë. Ka qenë sepse Kosova ende s'është e përgatitur për me akceptu vlerat elitare të liberal-demokracisë, mirë po unë kam dashur me majt gjallë këtë frymë dhe tashmë vjen mirë që atje është antarësuar edhe AKR
e zotit Pacolli, edhe Partia Demokratike e Kosovës e zotit Memli Krasniqi. Domethënë, kam pas thonë dikur kur nuk besëshin se pa ardhur liberal-demokratët në pushtet, në Kosovë s'ka proces të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në Kosovë s'ka proces të antarësimit në NATO. Ashtu edhe ndodhi në një kohë kur Partia Demokratike ishte në krye të shtetit. Mirë po, tani si e shihni ju Partinë Demokratike pas këtyre zgjedhjeve të cilat dolën neve? Partia Demokratike është një parti e konsoliduar, ndonë se e goditur e rënd, sepse themeluz dhe lider të saj historik, si që janë presidenti Thaçi dhe ish krye parlamentari Veseli, padrejtisht mohan si pengje politike në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë në Hag, që është një padrejtësi me thonë shekullore, që do të marrët mend gjatë gjithë historisë, sepse është një goditje që ju ka bë Kosovës, jo vetëm aty individualisht, por edhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe vetë shtetit Kosovës. Nëse mund të flasim se ka pas luftra të pastra, se mund ta quajmë një luftë pastër në botë, atëherë me thonë se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë ndër luftat më të pastra në botë, ka qenë luftë guerile, pa organizume, në situata domethënë vështira, trana, të okupimit, terrorit, dhunës serbe, ka qenë një vetë organizim për me mujt me vetë mbrojt pragun e shtëpisë, familjet, me vetë mbrojt Kosovën dhe me i bë ballë atij terrori. Pastaj bashkë me NATO-n, me klasën politike, erdha drejt e intervenimi NATO-s dhe sot Kosovën e kemi domethënë qenë në qershor të vitit 99 si një vend të lirë. Ndërsa në vitin 2008, presidenti Thaçi edhe shpalli pavarësinë e Kosovës, dhe unë më thonë se këto janë momente historike që do të shënohen me shkronja të arta në historinë e Kosovës. Pra zoti Detaj përmendet se gjykatën speciale, punën që është bërë atje, kemi pa që edhe ju keni dëshmuar në gjykatën speciale pra në një periudhë, ku pate disa deklarate të tuja, si e keni pa ju gjithë procesin e gjykatës speciale? Shqyqa unë e kam thonë edhe atje, e thamë edhe këtu, kam e thonë gjithmonë, pa marrë parasysh çmimin, dhe më thonë se ajo është një gjykatë politike, anti-shqiptare, raciste, dhe më thonë sepse nëse duhet me qenë dikush në Hagë, mu përgjegjë për krime, atër duhet me qenë ushtria dhe policia serbe. Edhe ata që kanë komandu me ushtrin dhe policinë e Miloševićit, sepse tash jemi në muajin prill, pak edhe në muajin prill jam edhe pak emocional, sepse me 27 prill bëhet 26 vjetori dhe vrasjes familjes time, 12 antarët familjes time, edhe është masakra Mejës me 27 prill, kur në Meje, në vitin 99, u vranë mbi 380 shqiptarë, duke përfshi edhe gra, edhe vajza, edhe fëmijë. Dhe askush deri më sot nuk është përgjigj për ato krime që më thonë kanë qenë kundër njerëzimit, për atë terror, edhe kemi me 300-400 masakra në anën e Kosovës, në anën tjetër merren ata që janë vunë mbrojtje të asaj popullate dhe të mbrojtjet të Kosovës edhe dërgohen në Hagë. Kështu që këta kam thonë edhe në Hagë, këta thamë gjithkund, interpretimet e spekulimit, unë nuk merrna me atë pjesë. Unë merrna me gjanat konkrete, të cilët i kam thonë midis Hagës. Edhe pse do më thonë, kam mujtë me pas pasoja, mirë po kam qenë aq shumë i përgatitur dhe shumë krenar, çfarë do pasoje do më që të kam vetëm e vetëm të thamë të vërtetën për pastërtinë dhe luftën heroike dhe epike që ka bë ushtria shqiptare të Kosovës. Ata burra, ata lider e kanë vendin në Kosovë, pranë familjes tyre, kanë vendin në institucionet e Kosovës, sepse vetë mungesa tyre po shifet se ka shkaktu, turbulenca në skenën politike të Kosovës dhe ka zbe skenën politike të Kosovës, por edhe shpresojmë që sikur që kanë shku të pastër dhe triumfus, do të kthehen edhe ma triumfus, shumë shpejt në Kosovë. Ne kemi pa shpesh herë që disa organizata dhe shteti serb ashtu ka bërë trusni tek dëshmitarët, që t'japin dëshmit e tyre të rrajshme vetëm se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës të njolloset në mënyrë. Pa ashtu ka bërë trusni edhe tek dëshmitarët shqiptarë, pra. Ka raste,
dhe më thonë, nuk jam kështu konkretisht në ndjeni me ato, sepse une ma shumë jam përgjez për veti, për qëndrimet e mia, që jam shumë krenar që i kam bo, gjatë këtëne 35 viteve, që kam sakrifiku dhe jam martirizu dhe kam bo këtë që kam mujtë e që kam ditë për lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Kjo është aja që mbanë mu vertikalisht. Dhe më thonë, Haga është një histori e hidhër, një histori e pa drejt. Kjo është ma shumë e krijume në bazë të dosjeve të shërbimeve sekrete serbe, dhe më thonë, të cilat janë të interesume me një losë luftën e drejt, thash edhe njëherë, historike, të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe është kriju dhe me një mashtrim, se ata pa të thonë, se jemi duke bërë gjykatën speciale për trafikim organesh, si kundër përgjigje dhe mund të akuzat Dikmartit, senatorit Zvezdan Dikmarti, për trafikim organesh, gjoja se në mal atje me një fashpije që në ka bë transplantimi organeve, ato transplantimi organeve nuk pun bëhet as në klinikat dhe spitalet më të sofistikuara në Evropë. Kështu që atërë kanë votu, të ditë që s'ka kur gjo për asaj teme, dhe në fakt, si është votu, atërë ato akuza kanë ra poshtë, sikur që është pritë që do të jenë poshtë, sikur që do të binë poshtë edhe gjitha akuzat tjera edhe tashme, sepse ato janë ndërtume në bazë të sajimeve, propagandës, edhe dosjeve të shpifuna, dhe më thonë, të shërbime sekrete serbe, por edhe të ndoni shërbëtori, dhe më që është dhe më në Kosovë, që mund të ketë, unë nuk merë me ato tema, dhe më edhe mund të ketë, dhe më thonë, lajme, informacione të rajshme, vetëm për me një losë, ata që është e pa një losshme, prej Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, edhe tëri të lufta e Adem Jasharit, e ushtrisë shqiptare të Kosovës, me këta burra që janë në Hagë, edhe tjerë që janë në Kosovë, e shumë për tyre që kanë rrujet, janë lufta që na bojnë në jemi krenarë si popull dhe si kombë. Sigurisht. Përmendet zonjën Kallasi, cila tashmë po qëndron në Shqipëri në një vizit, më falni, ku po organizohet, po përveç Kosovës edhe Serbisë, ajo dha dhe disa porosi për dialogun, ku tha se duhet punohet më shumë për çështjen e dialogut. Pra, si e keni pa juve dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe si ju duket juve në sytë ndërkombëtarëve që po zhvillohet ky dialog? Që dialogu, më thonë drejten, mendimi im personal ka qenë edhe kur është fillu, s'ka qenë dashur të fillohet. Sepse mas shpallës pavarësisë Kosovës, në 17 shkurt 2008, nuk di shka duhet na me folë me Serbinë për çështjet e Kosovës. Kosova e ka kushtetutën, ka ushtrin, ka institucionet, është e njohur ndërkombëtarisht nga rreth 117 shtetet më të fuqishme dhe më demokratike në botë në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nuk e di tash për shka duhet me fol me Serbinë. Na duhet me bisedu më shumë me serb lokal, që të bëhen lojal dhe të pranojnë realitetin e ri dhe shtetin e Kosovës, të integrohen në shoqërinë kosovare, të integrohen në institucionet e Republikës Kosovës, ndërsa me Serbim jemi së dy vende fëqinje dhe mund të bisedojmë për çështje bilaterale, teknike, të shkëmbimit mallrave, të ideve, të lëvizjes lirë, të aeroporteve, të kurudhave, po për çështjet politike s'ka sens, as nuk ka kush ka me bisedu më, se çështja politike e Kosovës është mbyll de facto dhe de jure me 17 shkurt 2008. Hapja kësaj teme, kjo në nënkupton hapje dhe rinisje e problemeve dhe parakushte për konfliktet të reja. Kështu që edhe zonja Kallas besoj që do të ndryshoj strategjin, edhe ka dhënë një mesazh, një sinjal, se duhet me ndryshu strategjin e këtyre bisedimeve e stërgjatura të mërzitshme, që vetëm shka kanë kriju tensione mes dy vendeve tona fëqinje, mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nuk kanë sjellë asgjë të mirë. Dhe unë mendoj se këtu duhet përfshihet edhe më shumë administrata amerikane, që bashkë me institucionet e Bashkimit Evropian, por edhe me NATO-n, dhe më ta përmbyllin çdo dilemë ose çdo çështje të hapur teknike, ose çështje politike na skemi me Serbinë.
asnjë çështje politike të hapur s'kena me Serbinë. Ju keni shërbyer për shumë vite si ambasador, pra ndërka shkarkimi ju bë shumë shpejt ashtu që ndodhi edhe për të gjithë të tjerat, po si e shihni juve punën e ambasadave të Kosovës në mbar botën, duke vërditur se tashmë për 4 vite kemi vetëm një njohje që ka ardhur edhe ajo e negociuar nga zotëri Begjet Pacolli. Shqo, unë e kam vlerësu në 2021 në çështën e shkarkimit 12 ambasadorëve, në mesin e tyre dhe timin, ku isha ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës Kosovës në Maqedoninë e Veriut, si një grushtet që ka bërë Vjosa Osmani, nuk e di a është kanë me djenin, po s'besoj që ka qenë pa djenin e Albin Kurtit. S'pëdu me përmend Dunikin, se Dunikin se ka vetë kushas nuk ka lujtë rol, aja është katë veç, e mërë një pagat si ministre, dhe s'ka lujtë asë një rol, asë një gjohë pozitive se ka bërë Kosovën. Dhe aja ka qenë një grushtet në diplomacinë e Kosovës, dhe pas na pas drejt, se pse prej asaj dite, jo që imi shkarkuna, 12 ambasador. Po ka lënë Kosovën pa ambasador në qendrat kryesore të vendosjes. Në Washington, në New York, në Paris, në Londër, në Berlin, edhe në rajon, do më thonë, mos i përmend në krejt, e ka lënë do më thonë Kosovën pa ambasador. Edhe kjo është njësoj si me lënë aeroplanin pa pilot. Do më thonë, kjo është skandal. Kanë bo skandal, do më thonë ka bo për qëllimet veta personale, që më mujtë me popullu ambasadat me familjarët tëne, në rastin tim, Vjosa Osmani ka dërgu bashkëshortin e saj, si në ngarku më punë në vendin tim, ma në i zdisha ka që ka o bo, është tash një ambasador tjetër, mirë që është, edhe mirë pa ja ka qenë dhe në grështet në bi diplomacinë e Kosovës, dhe nga e ditë, diplomacia e Kosovës, nëse mund shërbena me fjallorin popullor, s'ka pa ditë. Dhe mon ka qenë komplet kotë. S'ka bërë asë një njohje, asë një antarësim, asë një takim Shtëpinë e Bardhë, asë një takim në Departamentin e Shtetit. Shtëpinë e Bardhë për atë fundi është takue e ish-kryeministri Abdullah Hoti, që solli njohjen shumë të rëndësishme kur ishte në takim me presidentin aktual Trump, domethënë nga Izraeli. Dhe për atëherë nuk kemi asnjë njohje. Kosova domon s'kan mujt as në Këshillin e Evropës me antarësu Kosovën. Ana para lufte i kena antarësu Partinë Liberale, domon institucionet evropiane dhe botërore me full member, me drejta plota, me drejt vote. Këta Kosovën me gjitha kapacitetet, me gjithë infrastrukturën shtetërore, me gjitha mundësitë financiare, s'kan mujt me e antarësu Kosovën në Këshillin e Evropës. Edhe me njëherë ka qenë dashur me dhënë ndërheqje. Kur dështon, do të me thonë përgjithësi, po këta nuk din shka ndërheqja, në fakt regjimit populiste, kur nuk japin ndërheqje, nuk njihet në histori. Kështu që Kosova ka vetëm një njohje, edhe atë njohje të falendru ish president Pacolli. Njohjen nga Kenia, që është njohje e rëndësishme, dhe shpresoj që Pacolli të vazhdon, sepse ai ka ndikuar edhe në shumë njohje tjera paraprake, dhe me këtë qeveri edhe me Donika Gërvallën ministrët jashtme, më vjen keq që është kështu, çka unë po tham, po edhe 100 vjet letrën e ministrit jashtme asnjë njohje përmes saj nuk vjen, se unë e njoh kapacitetin, e njoh moti, edhe domthon ajo më shumë është e pryer për skandale, për nërskomca, për bryla, për nënçmime, kështu që ashtu nuk bëhet politika, ashtu nuk bëhet politika nacionale. Ju përmendet presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministin Kurti, kam parë në disa postimet juaja që e keni emëruar edhe si dyshja dështake. Se mendoni se ata janë dështak? Nuk ka ma dështak se, do më thonë, mërëna një mandati, 5 vjeqarë ka të përpot, se kanë qenë një vjetë për para zgjedhjeve 2021. 2 mandate, arrin, do më thonë, me I fitu sankcionet kundër Kosovës, me kriju kundërshtar të Kosovës, me e damtu imazhin e Kosovës në botë, me e damtu partneritetin historik
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, me Bashkimin Evropian. Mos flasim për dështimet në aspektin e diplomacisë, në aspektin e shëndetësisë, të arsimit, e çështjeve sociale, të infrastrukturës. Me qenë si jam pjesëmarrës, nuk jam unë turist në politikë, ardhen me avion mas lufte si azilant politike, kanë ardhen bo ministra, presidentja ka qenë në Australi, azilante politike, në rregull që kanë shpëtuar, kanë qenë atje. Unë po flas si aktor i gjitha zhvillimeve për vitet 90. Unë nuk matë mend ndonjëherë që ka qenë Kosova në pozitë më të keqe ndërkombëtare se për këto 4 vitet e fundit. Nuk matë mend asnjëherë që këta dështak që janë kryet shtetet Kosovës, edhe Vjosa, edhe Albini, edhe Donika, që na kanë bë ma shumë në herë njët me ul kokën kur shkojmë në institucionet e Bashkimit Evropian kur takojmë miq ndërkombëtar që kanë ndihmuar Kosovën se sa tash. E pse mendoni se na kanë bë me ul kokën? Po shiqa, kur dështon, nuk i marrën premtimet, nuk i zhvillon miqësinë, i vën Kosovën nën sanksione, Serbia s'ka sanksione, Kosova ka sanksione. Sanksione më duket ka Bielorusia, Rusia dhe Kosova. Nuk di shka duhet tjetër me ndodhë Kosovës, tash veç me radhë tërmet. Ma keq politikisht, lutemi që mos bjen as tërmet, normalisht, kush nuk e dëshon në botë, por po thash kanë bëk tërmet politik, sepse i kanë degradu raportet ndërkombëtare të Kosovës, diplomacinë e Kosovës, kurse kis një kush, kur jenë sanksione, vjen Kaja Kallas në Tiranë, e nuk vjen në Prishtinë, se Kosova është problem kyç, ende problem që po vlën. Edhe ka qenë dashur me ardhë me dhënë një mesazh në Prishtinë. Po e din se s'ka me bisedu në Prishtinë, edhe nëse bisedon, nuk i marrin premtimet, nuk i marrin fjalët. Si ta kthejnë shpinën, i thonë diçka tjetër, veprojnë këtë diçka tjetër, bojnë politika populiste, politika nihiliste, për me mohu gjithçka që është arritë i tash, edhe për me mujtë me krijuar vetë vetës se gjoja, historia, fillon në 2021 historia Kosovës. Fakt, kur kanë ardhur në pushtet, o konë përmbyll historia Kosovës. Historia Kosovës ka filluar në vitet 90-ta politikisht, ka ndodhë në vitin 98 dhe 99 me luftën e UÇK-s dhe me ndërhyrjen e NATO-s, ka ndodhë Rambujeja në 99, pastaj është shpall me 17 shkurt 2008 dhe është mbyll historia Kosovës. Nëse dikush dën me hyrë në histori, që ka dikush dëshirë, dikush mendon edhe vepron për mujt me hyrë në histori, jo me bo shtetin, me ndërtu shtetin. Edhe tash jenë të vënum këta, këta janë politikanë të vënum. Dhe më thonë, edhe me politikanë të vënum, që s'kan experience, që s'kan ekspertizë, s'kan dëshmi, që janë të gatshëm me bërë sakrifica personale, familjare, për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës, prej atyre, dhe më thonë, po shivet shka kemi. Kështë që për këtë arsye unë i kam qujtë politikanë dështak dhe se mas mendimit tim janë politikanë dështak, sepse e kanë dështu shtetin e Kosovës. Përmendet gjithë aktorët politikë të cilët e kanë shkru historinë e Kosovës, pra kanë prej qeverisë të kaluar ju i shihni si më të influës që kanë lënë gjurmë në historitë kombëtare, shqiptare dhe kosovare më saktësisht. Çdo shtet, domethënë ka ato figurat si i quhen etër të shteteve, shoqërive tyre nacionale. Të fillu për SBA-ve që kanë Lincolnin, Rooseveltin, emrat mëdhajt të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kthehemi tash në Shqipëri Ismail Qemalin, Luiz Gorakuqin, pastaj e kanë në Itali, domethënë autoritetet e veta që kanë bojë Italin, Gjermania i ka pashtu, Kosova i ka etrit e pavarësisë që janë Ibrahim Rugova, ish presidenti Ibrahim Rugova dhe ish presidenti Hashim Thaçi. Pse janë? Se s'mundesh me ja mohu, pëlqyn apo nuk të pëlqyn.
Ibrahim Rugova i ka nu themelet politike, të pluralizmit politik dhe të politikës, zgjidhjes politike të çështjes Kosovës. Me themelimin e LDK-s, pastaj në themelu dhe parti tjera, demokraciane, socialdemokrate, liberale, edhe tjera të kemi qenë pjesa sa lëvizje. Domani ka vu themelet, edhe i ka hap dyrt, i kemi hap dyrt, edhe s'ka pas zyrën në botë, as autoritet në botë që nuk kemi taku para lufte. Për me mujt mi abo e qartë, kush është Kosova, çka dën Kosova, çka do të me bo me Kosovën. Domani në vu themelet, pastaj ka ardhur koha e luftës, është konzumu politika pasore, ka dalë, domethënë skenë ushtria shqiptare e Kosovës, që ka qenë moment historik, i domosdoshëm, i imponum, pa dëshirën tonë, domethënë, edhe ka ardhur Rambujeja, krye delegacion të Rambujes është vue komandanti i shtabit përgjithshëm të OÇK-s, ish presidenti Thaçi, i cili është edhe shpallës i pavarësisë Kosovës në 2008. Kështu që këta janë etrit e pavarësisë, por janë edhe dhjetra, qindra njerëz tjerë që kanë kontribu, që meritojnë respekt edhe duhet me respektu. Unë kur i dëgjoj sot, të thonë, plasa stërvjetruar politike, asnjë shtet në botë normal, asnjë shoqëri normale, veç në shoqëri abnormale, ekstremisht e smuar, në lider që është ekstremisht i smuar, e mohon të kaluamën historike dhe politike të shtetit vetë. Kjo është një se sigur fëmija me i mohu prind. Me thonë, a gjuj se o vjetru baba, o vjetru nana, gjuj në shport. Kjo është nonsens, kjo është edhe krim, sepse çështja e Kosovës është histori në kontinuitet. Çdo vit, çdo muaj, çdo ditë, për këtë Kosovë dhonë gjak, muni, njerës dhe lot për me bon realitet lirin dhe barasin e Kosovës. Kosovën kërkuj se ja kalon baba amanet, me bo shka dënë me ta. Kosova është e gjithë shqiptarve dhe gjithë qytetarve tjerë pakicave, të cilët e akceptojnë dhe pranojnë Kosovën si shtet tyre, edhe jonë banorët Kosovës. Edhe kanë po ashtu, të drejt, me jetu edhe tjerë që e marrën me ato procedurë shtetësinë. Kosova është një shtet demokratik. Kështu që për këtë arsye i kam qujtë dështak, edhe për këtë arsye tash edhe sot e kësaj dite nuk po mujnë me dalë prej vetvetes. Ju dini, për shembull, si mundet një burr shtetas, nëse mund të quhet burr shtetas, për mua nuk është burr shtetas, me i qujtë klasa stërvjetruar politike, hajvanata. Nuk guxon. Nuk guxon në kulturën e edukatën politike, asnjë burr shtetas, asnjë lider me qujt ata të cilët kanë merita. Sepse atër duhet me u pyetjen, ku keni qenë ju gjatë lufte ti Vjos e ti Albin, kur ne jemi vra, jemi pre, jemi pushkatu, jemi djeg, ku keni qenë? Kështu që atëherë është një pikpyetje madhe që duhet me vra ndërgjegjen e tyre, edhe me pas kujdes kur të merren me familjet e dëshmorëve, me pjesëtarët e OÇK-s, me invalidët të luftës, me familjet që kanë martir, me familjet që kanë dëshmor, që kanë hero, edhe me nonat. Jo tash për shembull, në fushat më shku me vizitue nonën Ferdonie në Gjakovë, vetëm kur është fushata. Pastaj te në gjithë dhe ashme me haruas më s'mu mërzit për ta që ekziston. Për ta jam kritik. Edhe nëse dënë me kryu anë meq, për ta unë kam edhe kundërshtar shumë, edhe më vje mirë, se nëse s'ki kundërshtar, nuk ekziston. Sepse unë e thamë të vërtetën. Edhe hiç nuk mërzitna kush është në pyetje. Sikur kam thonë të vërtetën kundër Miloševićit, ballë për ballë në gjarët demonstratat që i kam organizu, edhe që ju kam prinë në vitin 98, e kam thonë që ky është kriminal, ka me përfundu në Hag, është ka banë genocid në Kosovë, e kam thonë publikisht. Edhe për ata jam arrestu, për se kam bo, as më interesojnë më arrestimet, sepse jetën tonë, na që kemi pas për një mend, me bo lirin dhe barasin e Kosovës, jetën tonë e kemi vu në tavolinë çdo ditë, kush dën që i nevojitet me marë
në shkëmbim për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës është në rregull. Domthonë nuk ka pas kuptim jeta jonë pa liri dhe pa pavarësi. Kështu që nuk du me fol fjalë të mëdha patriotike, se nuk jam e aty. Mirë po, askush nuk ka drejt me i mohu vlerat e klasës politike, vlerat e shejta të ushtrisë të Kosovës, nënat e dëshmorëve, fëmijët jetima, motrat e dëshmorëve, nusët që kanë met në shtëpi, me rrit fëmijët e dëshmorëve, edhe sot smërzitet kush për ata. Unë kam 12 antar të familjes vram në luftë, edhe familje shpallën herot Kosovës, a vetë jam i pa punë. Që 4 vite që jam shkarku, dhe më në mënyrën ma brutale, ma kriminale të mundshme. Se me pas ligjë, dhe më në s'ka guxu mas pare mu shkarku, po s'kesh në guxu mu sjellë kështu me mu. Mirë po e kesh përdorin ligjin, kryeministrin për thirë prokuroria, për thirë gjykata, thot çfarë hadin një amortmanja, kush jeni ju? Ku guxon? Vrap dhe të më shku kur të thirë prokuroria, se ja respekton shtetin tonë, institucionin tonë, se kemi bo me gjak atë prokurori, edhe policinë e Kosovës. Kur të na nalën policia e Kosovës, dhe të me dalë prej makine me i përshëndet. Dhe më hanë, se vete kemi bo shtrinë e Kosovës, policinë e Kosovës, gjykatat e Kosovës, prokurorin, dhe më hanë, vete kena bo. Edhe kur na nuk i respektojmë, kush i respektojnë atër? Kështu që ka shumë domthon gabime këtu, edhe unë jam kritik edhe i flas, sepse nuk jam njëri që jam servil dhe jo bëj qefin politikanëve, se ja kam bëj qefin asnjë politikani, edhe nuk mërzit na hiç, e paguaj shtrajt, po kam dëshirë me pagu shtrajt, kur të është në pyetje e vërteta. Së dhe drejta ne pam që sot kryetari i Kuvendit të Kosovës ende në detyrë zotëri Glauko Njusak sot ka thirrur të gjithë liderëve të partive politike për të mbajtur një takim me ta. Pra nga siç i quajti ai hajvana, pra tash po dërgon ftesa për koalicionet e mundshme qeveritare. Pra si e shihni juve, kush me kë do të bëj koalicion në qeverinë e ardhshme? Po shqeqa, po kthehet kjo çka thash unë, po më vërtetohet se kush nuk guxon me quajt askënd hajvan. Në fakt, pa kon hajvan vet, nuk mundesh me quajt tjerë hajvan. Nuk guxon me quajt liderët, veprimtarët, në për flok, në për pluma, kemi ecë, në për mal. A më besoni që unë e kam kaluar 92 kufirin me traktor Kosovë, Maqedoni për më mujtë më shku në Kongres të Internacionalis Liberale në Gjermani. Me traktor në për mal. Më kanë lërgu sepse ishë punkti policor edhe më nalshin, s'mu isha morë pjesë Kongres, në për mal, në për pyll, kam kalu në Maqedoni, edhe me traktor. Për më mujtë më shku, me nëzirë një rezolut për Kosovën. Edhe ka jam këthy, kur jam këthy, atër kam kalu ka aty dhe jam arrestu. Kur i kanë po ato informatat, kanë ato gazetat që qëtëshin, s'ka lidhje ato, histori. E tash, kush është ai, pejkahit është ai që vjen edhe midis Prishtine, në 12 natës, mas ndërhyrës që bane përvun me kësë përdor me atë serverin, përvun nuk mujten duket hakerat, nuk ja dolen, e atër dulen edhe thanë hajvanatat. Jo. Pra e thoni se vetë vendosja ka pasur kesh në blokimin e serverit të kësaj? Shëqat, ku ndodhi bashkë në server zgjedheve atë natë, edhe doli se i fitun 58%. E qësh nuk doli që i fitoj për shembull një parti tjetër 58%. Po doli bashkë VV-ja që i fitoj 58%. Qësh si u bëja punë. Po kanë përvu me ndërhy, po se duket nuk e kanë dalë, se ka pas sistem mbrojtës, se ja kanë dalë, jenë pak nervëz që nuk ja dalën, edhe dalën me festu humbjen në shesh. Se kur nga Zimestan që e festojnë serbët humbjen, edhe nga mlefi i qyti krejt në qyti hajvanata, me një fjallor huligani, nuk u zëmë i qyti ashtu. Edhe kjo është një dëshmi se Kosova tash momentalisht qytetarët e Kosovës ja dhanë kartonin e verdhë
lëvizjesve vendosje, a si mas mendimit tim ka qenë dash me anë kartonin e kuq, për kes qeverisi. Mirë po nuk o vonë, se mas kartonit verë gjithmonë pasën kartoni kuq në sport. Kështu që edhe tash nuk po mundet me bo qeverin, si një qeveri që më varet për Adem Hoxhës, që është dora djathtë e Radojčićit dhe i listës serbe, se na tjetër punë nuk bëjmë në Kosovë. Unë për veti asnjë punë tjetër nuk bëj, që 35 vjet. Domthonë është dora e zgjatën e Radojčićit të listës serbe, me bën një qeveri domethënë me ata që i kontrollon lista serbe, atëherë më mirë është mos më bëhet. Çka duhet ajo qeveri? Nuk është qeveri që është në shërbim të Kosovës. Edhe një qeveri me pakicat, me nxi, se njoni me bë muftof, është me ka një grip, s'mund me shku, s'mund me votu kur gjë. Nuk bëhet qeveria me 61, e me 60, e me Adem Hoxhën, s'pe përmend një tjertë, kam respekt për këta tjertë. Minoriteteve, gjithë kam respekt. Si jam luftëtar për mbrojtjen e minoriteteve. Kështu që mirë po ajo nuk është funksionale. Kështu që ka qenë dasht me Albin Kurti me u vëdësu, me zbrit nga dale në tokë, edhe dikush mi a thonë që nuk je baba i Kosovës, më është më konë baba e një vajzë, kam dëgjuar që ka një vajzë Norvegjia tje i arujtë zoti, ku do që ta ka, sholla i rritet, e lumtur, mirë po nuk je baba i Kosovës. Kosova s'ka babë. Kosova është Kosovë, është shajtë. Kosova ka me mija babalarë dhe nana që rrisin fëmit edhe rrisin gjeneratën e re që kanë me gëzu lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe kër e lejan vetës me i thonë babë votusit e vetë, këta ka bo Enver Hoxha, këta ka bo Stalini, këta ka bo Miloševiqi, po nuk dhëtë me bo një shqiptari Kosovës këta. Dhe për këtë arsy, ajo këndasht me thirë partitë mëdha, PD-kën, LDK-n, me i thonë se ka ndryshu situata globale politike në botë, e ja ulmi rreth sofrës bashkum, sikur Skënderbeu që i bashkoj me 2 mars 1444 gjithë princat shqiptar për më mujt me mbrojt Arbërin, edhe mi afru kret. Qaj është për mu lider? I afron. E thotë, shka mund është me morë përgjësi ti, shka mund është me boti, përvojët e kretve, shka muj me bë bashk, sepse ka ndryshu situata në Washington, ka ndryshu situata në Evropë, po ndryshon situata në NATO, po ndryshon geopolitika, po ndryshon rajoni, Serbia besa ka morë autoritet ndërkombëtar diplomatik, Kosova ka morë goditje ndërkombëtare diplomatike, edhe me afru. Edhe nëse ti vetë kënaqësh se e takon, se s'po du me bo faktor këtë Adem Hoxhën, se s'është kurfar faktor e që. Dhe më thonë, edhe plajmë në media se e takova Adem Hoxhën, Adem Hoxha di se është i listës serbe, edhe Vjosa Osmanin mendimin e listës serbe të Radojčićit e kanë pas zgjedhë presidentin atë kohë. Kështu që në çështje domthonjë që ata duhet me bani qeveri që i ka numrat, i ka spakti 80 deputet, që garanton edhe zgjedhjen e presidentit të ri, se Vjosa Osmani do të me shku në shtëpi, ka bo përqamje, ka hesht, kur i ka prish Kurti i raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skajshmërisht aja 4 vite ka hesht, tash ka nis pak mund gjallë, kur ka pas se po i afrohet fundit mandatit për me rujt pozicionin e vetë të Amerikanët, po tash vonë, se Amerikanët shënojnë çdo ditë, ata mojnë mend. Domethënë, kështu që me zgjedh pastaj në vitin e ardhshëm presidentin ose presidentin e re, si mundet më kanë edhe femër, domethënë, edhe Kosova me shikue, me sanu raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me bo hapat drejt Bashkimit Evropian, antarësimit Bashkimin Evropian, antarësimit në NATO, drejt stabilitetit, edhe më bo shtet normal. Mësë më bo shtet i grupacioneve, shtet i individve, shtet, më staquj me fjesë, s'kam dëshirë shumë më shpre fjallë kësia. Mirë po, kështu, Kosova është një
pikë zezë në Evropë, tash për tash. Zoti Dedaj, me gjithë këtë bagazh politik që juve keni, a do t'ju shohim në skenën politike dhe me kë mendoni se i keni të paraforta mendimet e juaja me cilën parti nëse veç jeni pjesë? Po, unë mas pari, deri atë ditë që të vdes, nuk pushoj për me dhonë kontributin e tim, aty ku mendoj që është i nevojshëm për lirin, kuptohet gjithësi, por edhe për shtetin e Kosovës, edhe antarësimin në Bashkimin Evropian, edhe antarësimin në Kosovës në NATO. Nuk nalna. Qofsha individ, qofsha në ndonjë grupacion politik, unë jam president nderi i Partisë Liberale të Kosovës. Partia Liberale e Kosovës ka koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, se jemi parti, me orientim liberal-demokrat, vlera evropiane, vlera euroatlantike, edhe une këtë kapacitetin edhe qenjen time, dijen time, e shkri me bashkëpunim me njerëz të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe aty jam une. Edhe nëse Kosova ka nevojë për mu, këtu jam në Prishtinë, mujnë me mftu, në qatë pikë ku të mvenë, qatë pikun e lëvizjeve që e përpara. Nuk ka nevojë për mu, ka nevojë me mësu, që nuk jam në kundër këtëne që po hynë deputet ka 22 vjeçarë. Mirë është që i kemi. Po deputetit do të me pas një ekspertizë, një përvoj. Deputetit s'ka lexu kur ligjë, s'ka pas kur as gjirologari, s'ka qenë kur në politikë. Për çfarë deputeti mund të flasim? Se unë për vete, kur kam qenë në dhomën e lordave në Britanitë Madhe, ose në parlamentin britanik, ose në Bundestagun Gjerman, 90% i kam pa njerëz që kanë pas flokë sikur të mia të bardha. 90%. Nuk jam në kundër trive, po trit do të mi përgatit me përvoja, sepse Kosova ka me metë ndur trive. Edhe është mirë që kemi një gjenerat 3, që është shumë e mirë, që ka me një ditë, me e udhëheq Kosovën drejt, ka duhet drejt NATO-s, drejt Bashkimit Evropian. Mirë po tash unë s'po du me përmend, tash nëse je këngatori mirë, ose je nuk do më thonë që tash je dhe deputeti mirë. Këto problemi për cilën unë flasë, edhe shpesh herë atër më kritikujnë, që tash fushan kur të emitohet komisjon, me bo me hy në komente, se unë gjithë ka deklarë, kur hynë komente, unë nuk i lexoj, se ata që bëjnë komente ndaj liderëve politik, kur flasin të vërtetën, ata janë, që më thonë, milingona, hiena, rogaqe, huligan, dhe mënë se s'lojnë, ata që atë punë e kanë, edhe unë kur s'merram ato, absolutisht, asë njerë, sepse mirë po, unë e mendoj se është koha e fundit që na mu përafru, me shiku njëni tjetër në sy, me i kalu pak dë gjona që shka kanë qenë të kalumen, edhe hajvanati le të kalohet, dhe më thonë, edhe fymjet, edhe me mënu për të nesërmen, me mënu shka për të Kosovën, me u bo bashk, me u bo një qeveri legitime dhe legale, me një autoritet, as një qeveri, qoftë pozita, qoftë opozita, që është me gjarët e një deputet, aja s'ka as legitimitet, as s'ka autoritet. Zoti Dedaj, unë falemderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodezët na shpaloshës gjithë këtë përvojën tënde politike, të cilët keni dhënë mjaft shumë për lirinë e vendit të Kosovës, të cilën ne e gëzojmë sot. Faleminderit shumë për ftesën, respekt për ju. Të nderuar shikues të Infodezë, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirë mbetje.